Të dashur miq, ju e keni parë se si ndryshon skena jon. Sa ndryshon skena jon kur në të vjen një star. Aq shumë ndryshon, po aq shumë ndryshon sa ky stari tani mund të quhet një superstar dhe vjen me quizin e tij më të famshëm në botë. Koha jote show. Baby, one more time. Can I blow your mind? Baby, one more time. Can I blow your mind? Baby, one more time. Pra. Mosik. E pra, Prapë si përshëndet mos mirënjohës. ishin vajzat tona të cilat dëshiroj që ti falenderoj me një duartrokitje të fortë. Pavarësisht se jam sigur që kush e di se si më kam bërë me këto buskuqet, po çrëndsi ka kjo. Nuk e keni idenë se sa më lodh ky kërcim, ju e dini tashmë, gjithsesi. Me këtë duartrokitje pra, faleminderit edhe një herë për vajzat që na sollën këtë atmosferë me këngën e njohur Baby one more time. Mos guxo të qeshësh ti zot Eltin. Sa gjomë, valla. Kujdes. Mirë se erdhe zoti Elton. Ti mund qeshësh sa herë të duash. Pa u mburko pra, le ta fillojmë këtë Vëstori? loj. Oj. Këtë loj, zoti Elton. Oj. Mirë se erdhe pra në koha jote ShoVV. Si gjithmonë edhe sot jemi në këtë transmetim full HGH definicion. Ti sa po humbe 1.000 euro të para për sot, zoti Altin. Qa flet po da, su për asjo? Vazhdo të qeshësh, vazhdo. Qesh, atere. Kujdes. Ishte pra zoti Altin që për ne tashmë, si që dim, si që njohim të gjithë, nuk është gjë tjetër veç se one big legend. Me D. Legend me D. Kujdes. Ti fitove një shumë të konsiderueshme javës që shkoi, dhe për këtë shumë, për fajin tënd, pra, producentët më morën me shkelma. Kujdes, një producent, një shkelm, shumë lek, një Truc? star. Një star, zotë Elton, hipotezoj që sot ju keni të ftuar një strong guest star. Po, faleminderit. Mos qesh. Ajo është një grua fantastike. Të gjithë ne e njohim si mësuese Nora, po ajo është për te i kësaj. Ajo është zëvendësministri e arsimit, po për ne do të mbetet gjithmonë mësuese Nora Malaj. Wow! Duartrokitje! Mirë se erdhe. Çfarë surprize. I zysha. Wow, çfarë emocioni, çfarë koincidence, edhe pa u mburko, le të pyesim edhe zotin Elton. Juve kë keni ftuar Kam sot? si njerit mrekullueshëm që vetëm qesh mamin e Kristës, Vikena Kamenicën. Wow! Ja, po qesh. Pra, Vikena Kamenica, një duartrokitje të fortë. Pra, mami i Kristës, Krista e vogël që është vetëm 3 muajsh, urime Është bërë personazhi kryesor, kështu që më ka humbur dhe emri për ca kohë. Wow. Mirë se erdhe Vikena. Mirë se u gjeta. Atëherë përpara se fillojmë, nuk e di kishe diçka tjetër për të thënë? Për të thënë unë diçka? Po. Jo, e kam një porosi të vogël, kështu që faleminderit që ma dhe fjalën. Po. Mamaja ime të mund të fala. Wow! Të vazhdon prej shumë emisionesh, jo vetëm të këtij, po dhe emisionet viteve të kaluara, që vazhdon të mund të fala. Falenderoj. Ka fiksim, edhe mamim ka fiksim, edhe mamim. Wow, çfarë emocioni.
Edhe mami im vdes për ty. Edhe mami juaj, wow, çfarë emocion ka nevojë. Babi! Atëherë le të përfitojmë nga rasti dhe të falenderojmë nga ekrani mamin e Vikenës, Patjetër. mamin e Zysh Norës dhe mamin e Zotit Elton. Edhe mamin tat. Edhe mamin Tat. Dakor, atëherë pa u mburko me të shikoj loja do të jetë fort sot, pra kujdes, le ta fillojmë pa u mburko lojën me raundin përdor ko. Pacin. Është raundi përdor kokën, zoti Elton. Okën. Atëherë pyetja e parë është pse deti i zi mban këtë emër? Po, Se mban zi për detin e vdekur. le ta verifikojmë përgjigjen. E sakt! Kam thënë. Ka marrë për forcime, E zysh. pra e sakt, sa po fitua 500 euro, ju lumt, bravo. Pyetja e radhës është, Kudo shkojnë? kujdes, pyetja e radhës është, a cila ishte e para dhe moj, pula apo veza? Pula. Se? A të the të parën. E pa mundur e sakt, e sakt. E sakt edhe, juve sa po fituat vetëm 15.000 euro. Qa flet për bla? Wow, kujdes, Po sa shte për burit mua pet ju? qetësou, zoti Altin, kjo është vetëm një lojë, këto Qa janë këllë me rregulla. lek shtu më dha? Kujdes, pa u mburko le t'idemi tek raundi domino, ku skuadra do t'i bëjnë nga një pyetje 100.000 euroshe njëri tjetrit. Kujdes, zoti Elton, hyou first. Është e ngjashme me zamkun. Me zamkun është i ngjash. E pa sakt! Po nuk fola fare më dha. Mirë lekët dhe i morë, për në lërën se më përgjigjen. Dakor, atëre përgjigja juaj definitive? Po? E rova! Një sekund, po! E ngjashme me zamkun është mastici? E pas sakt. Pse? E ngjashme me zamkun që ngjitet është vjera jote. E pa mundur! Wow! Abstenojmë. Po një vjerë si këtë Wow! 100.000 euro. Abstenojmë. Po? Abstenojmë. Se? Nuk shkon. Se? A shu e ka vjerën ky? Ç'ke? Vjera jote nuk jetë mirë. Kam përshtypjen që ai ka problem me vjerën e tij. Po, edhe me Atere- Imagjin e vjerës ti. Atëre, më vjen keq, por përgjigja ishte e gabuar, pra përgjigja e saktë ishte ajo që sa po tha zoti Elton, pra, edhe A më kërce. 100.000 euro sa po kaluan në konton e zotit Elton. Kujdes, loja po bëhet very hot. Pyetja juaj, Zysh Nora, Elton, Ha? këtu. Po, sa Këtu. frik. Se ma ka nxirr jetën gjatë gjithë kohës vetëm kopjonte. wow. Këtu, tani më shik këtu. Si çun mami atë kisha ndorë me bë, vetëm me kopjo. Cili është... Më shiko me vëmendje, Po. përqendrohu. Po. Cili është ai që vallzon në mes të uqërve? Kevin Costner. Pse e ke kushëri? Jo, ç'kushëri u Kevin Costner. Si se gjete asnjëherë, më. Është e pasakt? Kush është përgjigja? Sigurisht është e pasakt. Vetëm një i çmendur mund të rri mes ujqve. E pa mundur, pra, e pa mundur. 100.000 euro shkojnë për skuadrën Po e janë zotit rrokë tash do të kërcej. Altin. Zysh Nora, ju e mund kërceni sa herë të dëshironi sigurisht, kurse ti. Ky është partnerim. Okej. Është nën kujdesin tim. Dakor, do Faleminderit, flasim, faleminderit, do ta- mësuese. do flasim bashkë. Vazhdo të kërcesh si larv se do flasim dhe me ty. Dakor. Atëre, kujdes. 100.000 euro, pra nuk janë pak apo jo, zoti Altin? Jo, valla. Çfarë do bëni juve me shumën e fituar? Ta diskutojmë një herë në familje. Si Atë do ta shohim. Atëre kujdes. Loja po bëhet e fortë në këtë Si lop. Në këtë raund, kujdes. Atëre, Se ngatrohem. Vikena, pyetja juaj, cila është? Po, pyetja ime është, çfarë mbajnë zonjat në çantë?
Portafolin? Gabim. Ka ndryshuar kohët. Një qen chihuahua. E pa mundur pra, Kinezësh, 100.000 euro të zotit Altin kaluan tek zoti Elton. Të thash, po nuk më besove. Wow! Për këtë Le të kalojmë pra pa humbur kohë, kujdes tek pyetja e fundit. T'ja vrapi. Tek pyetja e fundit, zoti Elton. Pyetja e fundit, kujdes. Atëre, zoti Altin, pyetja e fundit? Po, pyetja e fundit. E përsërit ngelci. Çfarë është? Ngelci Ah, përsërit. se e di mirë ti. Se e përsëritës një 2 herë. Ngelci përsërit të sharën me libër shpije ndaj profesorit. Jo, gabim. Përsërit provimin më dha. E pa mundur, e saktë, Wow, pra, le të shikojmë atëre totalin e pikëve për sot në këtë mbyllje loje. E pa mundur. Skuadrat që kanë barazim, ku ishim i gjëkundi, Jo, erdhën për çfarë fitore, bëm i gjësendi, erdhën loj për idiote fitore, komplet. Kush kush nuk e pa, se s'ka për të ritransmetuar më. Atëre, me një duar të kitet fort, do doja të falenderoj zonjën Nora Malaj për prezencën e saj sot këtu dhe Vikena Kamenicën. Faleminderit. E ndërkohë, bashkë na Mytën budallet. natën e mirë, zotje.